Do doja listën e kandidatëve të qarkut të Beratit, të Partisë Socialiste dhe nga ju, zoti Demo, unë do doja një vlerësim për gjithë. Enriketa Jao në listën e mbyllur. Unë e kisha para disa ditësh, për mua ka qenë një zgjedhje smart. Doktoresha në listën e mbyllur është politikane e re, sepse nuk ka qenë pjesë e politikës, por jo një personazh i panjohur në skrapar dhe më gjerë madje, sepse doktoresh në spitalin e traumës në Tiranë, reanimatore, anesteziste, dhe pinjolle një familje shumë të njohur skrapar. Alushan. Nuk e di, a e di kaq mirë se e di unë, po besoj do ta di shumë më mirë se mua, se ti ke bërë dhe libra, por patjetër që unë e di dhe nuk diskutohet. Dhe bashorte e një doktori po Jao nga skrapar. Të nderuar. Shiko, Enriketa do doja për secilin një profil. Do t'i japum. Tani Enriketa për mua është një mjekë e spikatur. Pikë pari është një mjekë e cila ka një reputacion totalisht të pakontestueshëm nga askush, duke filluar nga kolegët e vet. Unë pata kënaqësinë ta njeh gjatë procesit të përzgjedhjes së kandidatëve. Më ka lënë ndjesi dhe energji shumë pozitive për atë çfarë ajo përfaqëson si individ pikë pari. Dhe patjetër pastaj i gjithë bagazhi që ajo mban, që është përgjegjësi e madhe të kesh me emrin Alushani, të kesh le të themi bashorti me emrin Jao, ose me dy emra, Alushani dhe Jao. Është dhe Ermonela nga krau tjetër. Kunata. Kështu që në dhe ajo, më fal, ajo e kishte pritur shumë mirë. Ma tha Enriketa me të drejtën. Do e tha në intervistë. Që Ermonela ka pritur shumë mirë dhe madje kur i kam thënë fillim, tha pranoj, domethënë mendimi i saj ishte për po. Domethënë ky ishte të dy familjet janë familje të spikatura nga zona e skraparit. Dhe kjo patjetër e ngarkon me më shumë përgjegjësi Enriketa. Sepse kur vjen nga një start i tillë, ti duhet mbash edhe stekën lart. Dhe Enriketa patjetër. Dhe Enriketa unë jam i bindur që aq më shumë me atë çfarë un kam parë dhe në territor gjatë këtyre 10 ditëve, le të themi, që gjatë prezantimit që është pritur jashtëzakonisht shumë. Po pra, si është pritur? Është pritur shumë. Është pritur shumë pozitivisht. Keni bërë shumë takime deri tani? Po, ata janë. Un kam qenë vetë në disa prej takimeve, por ata janë vetë territor tashmë. Po. Domethënë, kandidatë për deputet janë territor tashmë. Dhe janë gjithkohës duke kontaktuar me komunitetin që do përfaqësojnë. Sepse ajo 6 deputete tani, duke qenë listë mbyllur. Po tani s'ka lidhje fare kjo, ne do vazhdojmë, se edhe unë jam në listë deputetëve, kështu që i bie mos bëj fushat. Ti je drejtues qarku, fjalë që është deputet. Enriketa është edhe më e motivuar për të lidhur me komunitetin, pikërisht sepse është listë e mbyllur. E kuptova. Sepse dhe vlerësimi është dhe më i madh, edhe patjetër që përgjegjësia është dhe më e madhe. Dhe unë jam i bindur që Enriketa është duke bërë këtë gjë shumë mirë, dhe unë jam i bindur që me Enriketën ne bashkë me kandidatin tjetër që unë do e prezantoj pas Enriketës, në fakt kemi arritur një gjë. Unë besoj që ky është një prezantim shumë i hijshëm i skraparit si zonë. Po, sepse unë besoj që vlerat të cilët mbartin të dy kandidatët, duke filluar nga Enriketa pastaj edhe nga Hyseni. E ke fjalën për Hyseni Buzali, që është kandidati në listë. Po e marr, unë po t'i ndaj me zona, po t'i bëj prezantimet me zona. Po, domethënë kandidati i fundit në listën e hapur, Hyseni Buzali, është edhe ai kandidat për zonën e skraparit. Për zonën e skraparit. Edhe ai është ideal. Mund t'i bësh një profil Hyseni Buzali? Tani të dy kanë të përbashkët. Po, që të dy vinë nga fusha e mjekësisë. Të dy i kanë shërbyer mjek është Hyseni Buzali. Shkencave mjekësore, administrator në struktura mjekësore, me një eksperiencë gjatë administrimi në struktura mjekësore, si administrator dhe i spitaleve private etj. Me radhë. Ka dhënë shumë për jo vetëm pacientët, por dhe sidomos për banorët e zonës. Është i lidhur me njerëzit. Është shumë i lidhur me njerëzit, siç është edhe Enriketa, të dy janë shumë të lidhur me njerëzit dhe për shkak profesioneve që kanë. Dhe të dy mbartin vlerat jashtëzakonshme njerëzore pikë pari, sepse unë besoj që një deputet i mirë dhe i efektshëm në fillim duhet mbarti vlera njerëzore, sepse në fund ditës, sidomos kur ti ke të bësh me qytetarët, gjëja që ty të lidh më shumë është pjesa njerëzore dhe shpeshherë jo çdo problematike qytetarëve mund zgjidhet, por nëse ti të paktën i jep pranë nga pikpamja njerëzore, ja ke zgjidhur të paktën psikologjikisht një pjesë të sfidës ose të problemit që ai ka. Dhe unë besoj që të dy kandidatët kam vlera të jashtëzakonshme dhe unë kam thënë një fjalë që në fakt unë besoj që janë njerëzit e thjeshtë që bëjnë gjëra të mëdha. Dhe nuk kishte nevojë për emra kaq pompoze ku ta di unë. Tani emra pompoze. Skapari është më se i përfaqësuar me të dy kandidatët, unë jam i bindur që rezultati më spektakolar
Do jetë skrapar? Në 2025, në krahasim me 2021, do jetë skrapar? Okej, personazhi tjetër, ju lutem full screen nga lista e hapur. Matea Rexhepi. Hajde të marr dy kandidatet për Bashkinë e Beratit. Në Bashkinë e Beratit janë dy zonja të cilat përfaqësojnë patjetër dhe unë, po unë jam listën e mbyllur, po në listën e hapur kemi dy zonja të cilët janë përfaqësuese tashmë në listë. Atigje Ekonomi ka qenë. Atigje Ekonomi ka qenë deputete, është deputete aktuale. Dhe Matea Rexhepi, e cila vjen nga të rinjt e Partisë Socialiste, është vetëm pothuajse 26 vjeç, është një vajzë e re, shumë energjike, është koordinatore për rinin për gjithë qarkun e Beratit. Është një vajzë e cila ka qenë shumë pranë komunitetit edhe për shkak të bëj një vajzë 26 vjeçare deputete atje. Si do bëhet deputete? Ta them unë. Për çfarë do ta votojnë? Ja, ta shpjegoj unë. Unë besoj që pikë pari lista jonë është e përbërë nga 9 kandidatë. 7 listë e hapur, 2 listë e mbyllur. Unë besoj që lista duhet të balancuar për të përfaqësuar të gjithë grup moshat. Ke profesion të rinj ke fjalë. Patjetër, nuk mund të kishim një listë me 9 veta në qarkun e Beratit dhe mos kishim tani ne jemi shumë të rinj aty, se jemi të gjithë 40 vjeç. Mosha mesatare më duket është 42 në listën e Beratit, 42-44 maksimumi. Por patjetër ne duhet të kishim një përfaqësuese ose zërin e të rinjve, qoftë edhe në atë çfarë do të jetë fushat, sepse ajo është përfaqëson të rinjtë e gjithë qarku dhe patjetër që dhe mesazhet e saj do të jenë shumë të lidhura me atë çfarë i prek të rinjtë dhe vetë fushata e saj, rrjetet sociale të tjerë do të jetë një fushatë. Tani në aspektin teknik, lutem më shpjegoj diçka, duke qenë ajo 1-3, si llogaritet? Duke qenë 1 në çfarë? 1-3, një zonjë. Të dy zonjat janë në garë me njëra tjetrën tek lista e hapur, sepse do dalë vetëm një. Jo, tani varet nga votat, mund dalin edhe të dyja. Lista ndërtohet në këtë sens, ose të paktën kodi parashikon që 1-3 emra të cilët dalin deputet, duhet të jetë zonjë. Zonjat garën e kanë midis njëra tjetrës, nuk e kanë me kandidatët meshkuj. Meshkujt garën e kanë më vete, zonjat e kanë garën më vete. Që do të thotë, gara... Si një kohë të këte burrat, këte gratë. Kjo është një arritje tjetër shumë e madhe besoj e politikës shqiptare, sepse kjo garanton përfaqësimin e zonjave. Atëherë si mund të dalin të dyja këto kur garën e kanë me njëra tjetër? Qofse të dyja marrin vota, qofse ato dalin të dyja deputetët e para me numër votash, më shumë se burrat futen dyja. Futen dyja? Po patjetër. Po kjo është garë. Tani kalojmë te Julian Zyla, është analisti që njohim. Në zonën e Kuçovës ne kemi 2 djem të rinj, prap 2 djem të zonës. Tani, më fal, them 2 fjalë për Xhekun, për zonën Atigje Ekonomi. E përmendëm po, që është deputete aktuale. Është deputete aktuale, ka qenë një bashkëpunëtore e imja më përpara, ka qenë nënkryetare e bashkisë para zgjedhjeve të 21-shit. I njeh shumë mirë problemet e territorit, duke qenë deputete për 4 vjet. Edhe besoj që kombinimi midis të dy zonjave dhe patjetër dhe me prezencën edhe të po i quajmë edhe deputetëve të tjerë ose kandidatëve të tjerë në zonë, patjetër që ajo zonë do të mbulohet më së miri. Por të dy zonjat janë zonja shumë të respektueshme në komunitet. Të dyja përfaqësojnë grupmosha të ndryshme, eksperjenca të ndryshme, por që unë besoja një vlerë e jashtëzakonshme për listën e Bashkisë Beratit. Dhe ne kemi në listë në total, kemi 1/3 e kandidatëve e kemi zonja. Do të thënë listën me 9 emra ne kemi 3 dhe ndërkohë një e kemi të garantuar që do futen në listë sepse është listën e mbyllur dhe një do të garantohet patjetër që do të futet në listë sepse do të futet nga lista e hapur sepse e parashikon kodi dhe nuk negociohet mandati 5 mandate në Berat. Një do futet se s'ka. Vjojmë tani me Julian Zyla. Atëherë ne në Kuçovë kemi 2 djemë, është Juliani dhe Ardiani. Julian Zyla është një analist, ju besoj patjetër që duhet ta njihni, është një djalë i cili ka eksperjenca edhe nga pikpamja fushë arsimore në vende të ndryshme, duke filluar nga Amerika. Është një djalë i ri, është një djalë i asaj zone, është rritur dhe lindur në atë zonë, ka një preardhje me thënë drejtën. Në Kuçovë. Lindur rritur në Kuçovë, ka një preardhje nga zona e Skraparit, si mbiemër. E ke skrapalizuar fare listën? Jo, është Kuçovarizuar. Se ka shumë? Por jo, ai është lindur rritur në Po ka një origjinë nga Skrapari. Pra Zylat janë fis nga Skrapari. Por besoj që është përfaqësues, është dhe Ardian Islami dhe Ardian Islami po ashtu është një djalë nga ajo zonë, lindur rritur në Kuçovë, arsimuar në Kuçovë. Islami në Kuçovë janë shumë njohur, është një familje. Dhe të dy janë profesionistë të rinj, janë në një moshë.
Po, dhe ne jemi gjithë në një moshë, gjithë 40 jemi. Dhe besoj që ata jo vetëm përfaqësojnë komunitetin e Kuçovës më së miri, bashkë me mua, unë e përmenda pak fillim, por në të njëjtën kohë besoj që të dy kanë energji e cila i ka munguar fushatave në Kuçovë. Janë të dy personazhe të cilat janë të rinj, janë personazhe të cilët vazhdojmë atë idenë njerëz të thjeshtë, por që bëjnë gjëra të mëdha dhe normalisht edhe në zonën e Kuçovës ne kemi pasur një pritje shumë pozitive të dy kandidatëve. Ertis Zyka, Hyka, më fal. Erdisi është një djalë nga zona e Dimalit, lindur rritur në Dimal, po, është kandidat i cili mbulon atë zonë. Profesioni nga vjen? Atëre Erditi ka përfunduar studimet në Itali, ka punuar gjatë në pushtetin vendor, ka qenë dhe administrator i njësi administrative në zonën e Dimalit dhe më pas ka punuar për një kohë gjatë në projektin Bashkitë Forta që financohet nga qeveria zviçerane, pothuajse 6 vjet. Ka punuar shumë me ndërkombëtarët, sidomos për fuqizimin e pushtetit vendor. Dhe patjetër ai sjell një zë shumë pozitiv për sa i përket atyre çfarë ka nevojë pushteti vendor në vazhdimsi, por në të njëjtën kohë sjell eksperiencën e vet direkte nga pushteti vendor. Ai ka një ndërthurje shumë pozitive me Fadil Nasufin, sepse dhe Fadili është deputet. Tani ndalojmë çik. Këtu Fadil Nasufi është pjesa, po themi, old. Po patjetër, sepse ne besojmë te ndërthurja. Old but gold, domethënë. Prandaj e ke futur Fadili ka dy gjëra. Fadili e para është një memorie historike e rrugtimit Partisë Socialiste në qarkun e Beratit në 34 vite. Edhe me detyra ekzekutive. E para detyra politike. E dyta nuk diskutohet që ka karrierën e vet administrative, ka qenë kryetari i Bashkisë Beratit 3 mandate. Deputet. Ka qenë deputet 2 mandate. Ky është mandati ky është mandati i tretë i Fadilit. Po, kështu i bie. Kështu i bie. Dhe besoj që dhe unë jam i bindur që në fakt Fadili me gjithë eksperiencën e vet bashkë me Erdisin në zonën e Dimalit. Se dhe Fadili është në zonën e Dimalit? Fadili mbulon zonën e Dimalit. Po si ai ka qenë kryetar bashkie i Beratit, s'ka qenë. Fadili në pozicionin politik ka mbuluar politikisht zonën e Dimalit në disa palëzjede. Kështu që Fadili është fokusuar atje për të sjellë eksperiencën e vet në atë zonë elektorale dhe unë jam i bindur që bashkë me Erdisin, që është djalë i asaj zone, unë jam i bindur që nga pikpamja elektorale ata do të sjellin rezultat shumë të mirë. Dhe në të njëjtën kohë unë duhet të përmend edhe diçka tjetër që ne kemi një lloj vazhdimësie, po quajmë edhe të historikut të strukturave, por edhe të listës deputetëve aktual, ku ne kemi 2 deputet nga lista aktuale që cilët janë prezent në listën e sotme. Është Atigje Ekonomi dhe Fadil Nasufi. Një pyetje kam, Bardhyl Kolçaku dhe Nasip Naço, deputet aktual të qarkut të Beratit, nuk janë. Tani për hir të vërtetës, të dy kanë marrë një rezultat jo të vogël, jo të ngushtë në zgjedhjet e kaluara. Dhe Nasip Naço ka qenë madje dhe pjesë e Partisë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërsa Bardhyl Kolçaku nga general, shefi i shtabit të ushtrisë, kaloi në politikë dhe ai ka marrë jo pak vota. Pse nuk janë këta të dy në listë? Shiko, nuk ka arsye përse, ata janë të dy deputetët, se janë deputet aktualisht. Aktualisht, po. Deri në fund gushtit. Po, ata mund të jenë deputet shtator, deri kur konstituohet parlamenti i ri, por deri në gusht po. Të dy deputetët në fakt që përfaqësojnë qarkun e Beratit, janë dy figura shumë të respektueshme për atë zonë elektorale që ata përfaqësojnë. Kuptohet që nëse shikoni në tërësi lista e Partisë Socialiste, ka një transformim nga pikpamja e prurjeve të reja që ne kemi në listë dhe atë çfarë në fakt do të jetë në një lloj mënyre dhe qasja që ne do të kemi në këto zgjedhje, sepse ne kemi treguar qartazi dhe me listat që Partia Socialiste është vetmja forcë tradicionale sot në territorin Shqipëri që ka fuqinë e brendshme që të rigjenerojë energji të reja në çdo cikël. Keni qenë pak kënaqur nga Kolçaku dhe Naço? Fare, nuk ka lidhje fare me pakënaqësitë. Kjo ka qenë një vendimmarrje. Kjo është një vendimmarrje që është marrë në dakordsi dhe nga Dhe nga ata? Në rastin e zotit Naço, ka qenë një zgjedhje e vet. Për të vazhduar mbas edhe një karrierë gjatë që ka bërë në politikë etj me radhë, ka qenë një zgjedhje personale. Në rastin e zotit Kolçaku, vazhdon të jetë në Kranesh dhe jam i bindur që do të ketë. Është fushat?
Patjetër që do të jetë Po zoti Naço është në fushatë? Dhe tani fushata s'ka filluar zyrtarisht, që të kuptoni. Ju keni ndezë motorrat. Ne jemi në para fushat, në fushat organizative, unë jam i bindur që të dy deputetët, absolutisht do të jenë të dy deputetët do të jenë në këtë sfidë Partisë Socialiste, sepse janë dy deputetë që kanë dhe gëzojnë mandatin e Partisë Socialiste. Kisha një pyetje për kampin kundërshtar. Nëse është e mundur regjia kandidatët e Partisë Demokratike, cili është synimi juaj? Sa deputet do merrni në 11 maj? Ne nuk merremi fare me listën e kandidatëve që kemi përballë, që të jemi sinqert. Unë bile tani po shikoj të shkruar në një vend atë, se kam parë fare. Tani ka dy gjëra. Se ke parë fare listën? Ja ta them, mund ta shpjegoj pse. Unë besoj që fushata dhe do të kuptojmë, unë tashmë bëra eksperiencë, kam kaluar 3 sfida zgjedhore në qarkun e Berat, ose të paktën Berat, edhe patjetër kam kuptuar dhe qarkun, edhe nuk e diskutoj këtë gjë. 2 betejë për kryetar bashkie dhe të dy e ke fituar. Një betejë në 21. Edhe një palëzidhje të përgjithshme. Dhe zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Kështu që e para unë di them një gjë, që fushata s'pari duhet fokusohet e marrëdhënia që ne ndërtojmë me votuesin dhe besimin që ne arrim të krijojmë te votuesi. E para. E dyta, unë besoj fort tek një fushat me energji pozitive dhe nëse ti merr zgjedhjet e mia të fundit në 2023-shin, ka qenë rezultati më i thellë që është marrë ndonjëherë në territor nga Partia Socialiste në 2023. Në 2021-shin Partia Socialiste ka marrë 55% votave. Në 2023-shin unë kam marrë 62% vota. Tani sa synoni? Ne nuk diskutohet që do të rrinë të njëjta performancë zgjedhore, nuk diskutohet i mbrojtur me mira vota mandati 5. Domethënë 5-2. 5-2. E pa diskutueshëm. Dhe po s'është ndonjë lajm i ri ky, se ne kemi 5 mandate. Thjesht unë besoj që ne tashmë ju jeni duke thënë që do ruani mandatet që keni. Ne kemi ato mandate që janë nuk negociohen, do të thellojmë rezultatin nëse ne mandatin e 5 në zgjedhjet e 21-shit i fituam për pak vota, me sforcë le themi në finish. Në këto zgjedhje mandati 5 do jetë i mbrojtur me disa mira vota. A ju sikletos Lefter Maliqi që pretendojnë që është një hambar votash në zonën e Kuçovës? Unë mendoj që secili kandidat, aq më shumë kandidatët e opozitës, me demokraci, se cili do provojë në teren, patjetër që jo, ai deri tani gara që ka qenë është provuar dhe ka marrë jo pak vota. Cila është gara? Po ka qenë kryetar komune, ka qenë në garë për deputet pavarësisht ka. Unë mendoj dy gjëra. Dhe thashun nuk duhet merrem me emra të përveçëm në asnjë rast. Unë mendoj që unë e njoh dhe personalisht Lefterin. Lefteri ka rrugtimin e vet politik dhe kjo është e pa diskutueshme. Në fakt e kanë qark sepse ka lëvizur zgjedhjet e fundit, ka qenë kandidat në zonën e Kuçovës. Por unë mendoj që situata politike ndryshon dhe momentumi politik ndryshon nga një palëzgjedhje në zgjedhje të tjera. Dhe unë ajo çfarë besoj është që kandidatët e Partisë Socialiste për zonën e Kuçovës janë përfaqësues shumë të fortë edhe nga plani elektorale për të çarë vot në zonën e Kuçovës. Kuçova është zonë e majt. Edhe nëse ka pasur ndonjë incident vogël rrugës, nuk ka shans të ndodhi më. Partia e Lirisë ose LSI-ja e ka pasur bastionin e vet qarkun e Beratit dhe veçanërisht Skraparin. Si është situata në këto momente? Atëre, unë do të them vetëm një gjë. Po? Unë besoj që zgjedhjet 2025-s do të jenë zgjedhjet të cilat do të konsolidojnë shtratin tradicional të votave të majta në qark. Do të thënë, ju po thoni që Partia e Lirisë do largoj atë të qenit bastion, nuk do ta ketë më bastion? Unë besoj që Partia e Lirisë nuk mund të ketë bastion në asnjë zonë, por jo vetëm Berat. Skraparin e ka pasur, por do të kuptojmë diçka. Po? Në qoftë se ne do të flisnim vetëm me analiza statistikore, të rim të ftohtë emocionalisht dhe mos fusim variabla të ndryshme, ti çdo lloj parashikimi që bën, ti merr të dhënat e fundit ose kur ti analizon një grafik, ti merr dhënat e fundit dhe bën një projektor dhe nxjerr një projekcion. Qofse ti merr
votat e LSI-s ndër vite, duke filluar që nga viti 2005. Janë rënë. Ti e ke është fakt elektorale. Kulmi arriti 2017. Ta është fakt. Tani është rënë. Po i ke nga zgjedhjen në zgjedhjen, 2017-ën, 2021-shin dhe logjika të çon që ai projekcion thjesht sikur të bësh analiza statistikore do të vazhdojë detyrimisht. Tu po flet si pedagog i ekonomist në unë besoj që numrat janë kokëfort. Ne mund të flasim me emocione, ne mund të flasim politikisht, ne mund të flasim edhe me një listë dëshiras. Por numrat janë kokëfort dhe numrat në qark janë kokëfort. Dhe nëse ti merr dhe analizon, dhe ne besoj i kemi analizuar me shumë kujdes, shifrat le të themi të 20 viteve të fundit, po sidomos të 3 betejave elektorale të fundit, që janë përfaqësuese të situatës tani, projeksionet janë shumë të qarta. Unë besoj fort që ne do të kemi një konsolidim edhe një herë të shtratit të votës së majt në qarkun e Beratit. Dhe në fakt zgjedhja e 25-s do të projektojnë fuqinë elektorale që do të ketë Partia Socialiste për 10 vite të ardhshme. Do të jetë një cikël i ri politik për qarkun.